Top 10 lojtarët më të vlefshëm në botë. Barcelona dhe Paris Saint-Germain dominojnë. Lamine Yamal kryeson listën me një vlerë prej 343 milion euro, vetëm 18 vjeç dhe fenomeni që po përcakton të ardhmen e futbollit. I dyti, Erling Haaland me 255 milion euro, vazhdon të terrorizoj mbrojtjet me golat e shumt dhe formën e tij të jashtëzakonshme. Kylian Mbappé me 201 milion euro, mbetet ylli francez që shkëlqen në çdo ndeshje, me shpejtësi dhe teknik të pakapshme. I katërti, Jude Bellingham, me 153 milion euro, dominon me sfushën me vizion dhe fuqi, duke kontrolluar çdo aksion të rëndësishëm të ekipit. Michael Olise, me 136,9 milion euro, është talenti që lë kundërshtarët pa fjalë me driblimet dhe kreativitetin e tij. Florian Wirtz, me 135,8 milion euro, ndryshon ritmin e lojës në çdo moment dhe krijon mundësi të pafundme për ekipin e tij. I shtati, Desir Due, me 134,6 milion euro, shfaq shpejtësi dhe instinkt të jashtëzakonshëm për golin, duke qenë sulmuesi i frikshëm i Paris Saint-Germain. Joao Neves, me 130,6 milion euro, dominon me sfushën dhe ndikon fuqishëm në lojën sulmuese të ekipit me talentin e tij të madh. Kurse Arda Güler me 130,3 milion euro ndryshon lojën me kreativitet dhe pasime të mbreta që bëjnë diferencën në mesfushë. Dhe i fundit, Pedri me 130 milion euro është mrekullia e Barcelonës, me vizion dhe teknik që e bën një nga yjet më të mëdhenj të brezit të tij. 10 yje, 10 talent dhe një ardhme që po ndryshon futbollin.